3, 2, 1. Kreu amerikan I thesarit Brandon Beach vizitoi fabrikën e Filadelfias për të mbikëqyrur prodhimin e fundit të monedhës 1 cent, duke mbyllur 232 vite të prodhimit të saj në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në shkurt se po urdhëron thesarin të ndalojë prodhimin, të cilin e quajti të tepërt, duke detyruar stacionet e karburantit, rrjetet e ushqimit të shpejtë dhe dyqanet e mëdha të rregullojnë çmimet dhe të rrumbullakosin transaksionet me para në dorë. Thesari tha se rritja e kostove të prodhimit dhe ndryshimet e shpejta në zakonet e konsumatorëve e bënin prodhimin e monedhës financiarisht të papërshtatshëm dhe të panevojshëm, duke theksuar se tani kushton 3.69 cent për të prodhuar një të tillë, nga 1.42 cent 10 vite më parë. Ndërprerja e prodhimit pritet të kursejë rreth $56 milion në vit për fabrikën e Shteteve të Bashkuara. Monedhat 1 cent do të mbeten të ligjshme me rreth 300 miliard prej tyre në qarkullim, shumë më tepër se sa nevojitet për tregti. Shtetet e Bashkuara u bashkohen vendeve të tjera duke përfshirë Kanadan, Australinë, Irlandën dhe Zelandën e Re, që po heqin gradualisht monedhat me vlerë më të ulët, duke rrumbullakosur transaksionet me para në dorë deri në 5 cent, më shumë ose më pak, ndërsa pagesat elektronike mbeten të sakta. Monedha 1 cent doli në treg për herë të parë në vitin 1793, që nga viti 1909 profili presidentit Abraham Lincoln ka qenë në anën e përparme prej zinku dhe bakri. Megjithatë, për shumë amerikan kjo monedhë është bërë një shqetësim që përfundon shpesh duke u hedhur në sirtar, kavanoza dhe kursime të vogla.